Ideja për kujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vetë në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku ati që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995 me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive, se çdo nismë për promovimin e librave të rinj është një faktor i pasurimit kulturor. Më 23 prill të vitit 1616 u nda nga kjo botë Cervantesi, Shakespeare dhe Garcilaso de la Vega. Më 23 prill shënon edhe linjën ose vdekjen e shumë shkrimtarëve të tjerë. Kjo është arsyeja për të cilën kjo datë, domethënëse për letërsinë univerzale, është caktuar nga Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s për t'i bërë homazh botëror librit dhe autorëve të tij dhe për të inkurajuar të rinjt që të zbulojnë kënaqësinë e të lexuarit, si dhe për të respektuar kontributin e pazavendësueshëm që kanë dhënë krijuesit për progresin social dhe atë kulturor. Ekipi TVM2 ka pyetur studentat se çfarë preferojnë ata të lexojnë më shumë, cili është libri i tyre i preferuar e kështu me radhë. Libri që kam lexuar është Mein Kampf, do thotë lufta ime, nga do thotë shkruesi i kësaj libra është Adolf Hitler i vitit. Do thotë kjo libri është shkruar gjatë periudhës së vitit 42 deri, domethënë atë periudhë e cila do thotë Hitleri ka pasur luftën 6 vjeçare, do thotë në Evropë. Çfarë ju shtiu që ta merrni këtë libër ta lexoni? Çfarë ju tërhoqi të themi më shumë? Te libri mua domethënë më tërhoqi që të shoh se cila ka qenë agjenda e një personi ose do të kisha thënë një njeriu që e pushtoi gjithë Evropën. Aty do thotë pash shumë do thotë padrejtësi të cilat vetë i ka shprehur brenda librit. Do thotë lufta ime në kupton luftë me gjithë botën, të sundoj, të pushtoj, do thotë të ushtroj regjimin tim. Kështu që do thotë më në fund kuptova që një njeri i cili do thotë ushtron dhunë ndaj kombit vet apo kombeve tjera përreth, mund të përfundoj, do thotë siç përfundoi vet, do thotë me vetvrasje. Cili është shkrimtari juaj i preferuar? Shkrimtari im i preferuar është Ismail Kadare. Çfarë tematike më shumë preferoni të lexoni, çfarë lloj librash? Normal, lloj librash, do thotë më shumë ti ka dhe libra, do thotë të poetëve tjerë. Amr Khalid, do thotë një shkrimtar egjiptian, ka disa libra, do thotë të ndryshme, do thotë është një libër e ka, do thotë pastrimi i zemrës. I fundi që kam lexuar, libri i edukatës dhe etikës. Qëllimet e këtij libri ishin të ketë ngritje në moral dhe në etikë njerëzore, dhe qëllimi është në moshën, domethënë, të adoleshencës, disa tipare të japë domethënë njerëzve që të ngresmi moralin, sjelljen dhe mirëqenien njerëzore. Çfarë libra preferoni më shumë ti të lexoni ju? Unë më shumë domethënë fokusohem në librat të cilat janë fetare, pasi që domethënë feja neve na mëson të kemi kulturë, sjellje dhe moral njerëzor, dhe pastaj domethënë preferencat e mia janë më shumë në ato romane dhe edukative. Mund të thotë se cili është shkrimtari juaj që i preferuar, themi që i lexoni librit të atij shkrimtari? Shkrimtar të preferuar ose të veçantë nuk kam, mirë sepse e di që domethënë secili shkrimtar që boton një libër ka disa njohuri të veta, të cilat mundohet t'i shpërndajë nëpër shoqëri, andaj secilin e respektoj, mirë po nuk kam ndonjë. Libri jam i preferuar është Anna Karenina, në cilën e kam lexuar për herë të fundit, është kapitulli i parë. Shkrimtari jam i preferuar është Stereo Spasa. Stereo Spasa. Pse e veçoni Stereo Spasa? Nga që ka shumë libra filozofik dhe i pëlqej shumë. Shpirtërisht ndihem shumë e përmbushur nga që ta
pastron fjalorën, që të më menu më shumë, të bën mundje më mirë dhe të menon për me vo më gatë. Dita botërore e librit na kujton në rëndësinë e leximit si një dritare drejt dijes, imagjinatës dhe zhvillimit personal. Libri është miku më i mirë që na ndjek kudo dhe përmes tij ne mund të udhëtojmë në botora të ndryshme, të mësojmë nga e kaluara dhe të ndërtojmë një të ardhme më të ndritur. Le të vazhdojmë ta festojmë këtë ditë, jo vetëm më 23 prill, por çdo ditë, duke hapur një libër dhe duke ndarë dashurinë për leximin me të tjerët.